Një stuhi e fort dimrore përfshiu Shtetet e Bashkuara, duke lënë të paktën mbi 150 persona të vdekur dhe 180 milion shtëpi e biznese pa energji dhe duke shkaktuar një dëm që do t'i kalojë $100 miliona. Kështu të paktën thuhet deri tani është bilanci. Kryetari i qytetit të New Yorkut, Zohran Mamdani, këto ditë në një konferencë shtypi tha se një stuhi e fort goditi New Yorkun. Nga të ftohtit të paktën 17 persona u gjetën të vdekur si pasojë e motit dhe shumica e tyre të pastre. Javën e fundit të janarit, ditën e diel 25 janar, kur edhe nisi kjo stuhi dimrore, shikoje vetëm dyqane bosh, rrugë të boshatisura, në ndërkohë që qyteti i kaloi 2-3 ditë në stuhin dimrore. Atë ditë vetëm në New York u raportuan mbi 12.000 fluturime të anuluara. Kur nisi stuhia, pak ditë më parë, shumica e fluturimeve të anuluara ishin vetëm nga aeroporti LaGuardia i New Yorkut. Ndërsa lëvizje nëpër qytet, shumica e dyqaneve i kishin mbyllur qepenat dhe kudo shikoje pamje të zbrasta, sidomos të dielën, ndërsa newyorkezët nga një alert u furnizuan me nxitim nga frika se situata mund të përkeqësohej. Bora e madhe la pa punë edhe shitësit ambulator në qytet që janë të shumtë për çdo ditë. Por kjo situatë ishte krejt ndryshe për adhuruesit e Borës, të cilët e pan këtë atmosferë dimrore si një argëtim, duke u argëtuar me nga një palski dhe rreshqitse, slita plastike në rrugët e New Yorkut dhe sidomos në parqet kur trashësia e Borës kishte kaluar 30 cm dhe në qendër të qytetit. Situatë e pazakonshme u pa dhe brenda metrove të New Yorkut, trotuarëve dhe përreth grattacieleve ku punojnë kompanitë e mirëmbajtjes, të cilat punuan me orë të tëra edhe të zgjatra për mbajtjen të pastër për kalimin e atyre pak qytetarëve që kishin të nevojshme lëvizjen në këtë mod të ligë. Pamjet që po shikoni janë marrë të dielën në mbrëmje 25 janar nga zemra e qytetit të New Yorkut, zona Penn 1 dhe Penn 2, 34th dhe 33 Street, ku një numër i konsiderueshëm punojësish të shqiptar të Building Maintenance Service (BMS) punuan me orë të tëra për pastrimin e borës dhe hedhjen e kripës, duke shfrytzuar dhe mjetet e motorizuara pastruese, duke bërë dhe trotuarët e rrugën përreth stacionit të trenave në Pennsylvania Station dhe pallatit të sportit Madison Square Garden të kalueshme dhe pa probleme. Në zonat malore raportohej se mijëra persona kishin mbetur pa energji elektrike, si pasojë e temperaturave të ulta, ku në disa raste u shënuan temperatura rekord deri në -27°C. Shumë shkolla dhe rrugë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të mbyllura vetëm për shkak të kushteve të rrezikshme për jetën, sipas shërbimit kombëtar për motin. Kudo që të shikoje, raportimet nga mbar vendi shikoheshin vetëm pamje ku zona të tëra ishin të mbyllura me borë, trashësia së cilës ishte mbi gjysmë metri. Ajsa stuhia e acartë që e kishte përprirë Shtetet e Bashkuara e ktheu gjithë vendin në epokën akullajnore, me viktima nga e të ftohtit i mbuluar i tërë nga bora e madhe. Vdekjet më së shumti u raportuan në New York, Tennessee, Louisiana, Massachusetts, Kansas, Pennsylvania dhe Texas. Në të gjithë vendin, vetëm nga stuhia u raportuan më shumë se 16.000 fluturime të anuluara ose të vonuara, ndërkohë që rrugët në të gjithë vendin ishin ende të rrezikshme nga akulli në rrugë si shkak i temperaturave ekstreme të ulta. Autoritetet kanë paralajmëruar edhe këtë javë të dytë të shkurtit mund të ketë rrjeshte të shumta dëbore, sidomos në zonat malore dhe akull për disa ditë, por jo me të njëjtin intensitet, ndërsa në New York mund të zgjasë i ftohti me temperatura deri në -10°C. Në një raport të këtyre ditëve, reporterët e terrenit thanë se stuhia besohet se kishte prekur mbi 250 milion amerikanë, që do të thotë më shumë se gjysmën e popullsisë. Ekspertët e motit kanë paralajmëruar që nga
rreziqet më të mëdha të pastohisë tani janë akulli në rrugët e zonave malore, të cilat nga temperaturat e ulta mund të dëmtojnë pemet, të këpusin kablot e energjisë dhe të bëjnë rrugët të pasigurta. Kanadezët, që janë goditur gjithashtu nga rreshjet e dëndrot të dëborës dhe qindra fluturimi ishin të aneluar atje të dielën me 25 janar, u tha se ata janë të mësuar me fenomene të tilla të natyrës. Zyrtarët kanadezë thanë se trashësia e dëborës është kudo ende mbi 30 cm, përfshirë provincën e Ontarios ku jetojnë më së shumti shqiptarët. Pothuajse gjysma e shteteve amerikane në bregun lindor, madje edhe në jug, mbeten ende në gjendje të jashtëzakonshme dhe shkollat në të gjithë vendin tashmë, pasi anulohen mësimin për disa ditë, janë në pritje të stabilizimit të situatës. Ndërsa në vendet në veri si Dakotat dhe Minnesota, për të cilët ky quhet dimër i zakonshëm, me temperaturat në zero në dimër, gjendja e emergjencës vazhdon. Por ajo që u raportua si e pazakont nga ekspertët ishte të shohësh një të ftohtë kaq të ekstrem në shtete si Florida, Carolina e Veriut, Teksasi, Louisiana dhe Tennessee, ku temperaturat e ulta arritën rekord rreth -15-20 gradë Celsius në mesataren sezonale. Meteorologët paralajmërojnë se moti i ftohtë do të zgjasë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paktën deri në javën e tretë të këtij muaji, me temperaturat e ulta deri në -20 gradë Celsius. Duke raportuar në përditësim nga New Yorku dhe zonat përreth, ku dimri i ashpër po vazhdon të mbajë qytetin në ktheta të ftohtit ekstrem, bazuar në lajmet e siguruara nga shtypja amerikan, le të rikujtojmë stuhinë e dëborës së dielës së 25 janarit, e quajtur Fern, e cila solli një nga rreshtet më të mëdha të borës, ku trashësia në qytet arriti në 30 cm. Kjo stuhi, që zgjati gati një javë, solli jo vetëm borë të dëndur, por edhe temperatura që ranë në nivele të rrezikshme. Ndjesia të ftohtit arriti në disa vende, përfshirë New Yorkun, deri në -27 gradë Celsius. Fatkeqësisht në New York raportohen të paktën 17 vdekje të dyshuara lidhur me motin, shumica e tyre të pastaj që u gjetën të ngrirë në rrugë. Ditët e pastuisë kanë qenë një periudhë e të ftohtit të vazhdueshëm artik. Nga 26 janari deri sot, temperaturat nuk kanë kaluar kurrë pikën e ngrirjes. Temperaturat minimale kanë lëvizur nga 0 deri në 10 gradë, me ndjesi të ftohtit deri në -17 gradë Celsius. Bora nuk është e shkrirë shumë, vetëm është pastruar për kalimin, ndërsa ka mbetur ashtu e akullt për shkak të ftohtit të vazhdueshëm. Kjo ka krijuar kushte të rrezikshme në rrugë, me akull dhe borë të ngrirë që kanë shkaktuar aksidente dhe vonesa në transportet urbane. Kryebashkiaku i New Yorkut, Zohran Mamdani, u përball me testin e tij të parë të madh në menaxhimin e emergjencave, duke mobilizuar ekipe për vazhdimin e rrugëve. Alarmi për mot të ftohtë është ende në fuqi, me ndjesi të ftohtit deri në -5 gradë në disa zona jashtë qytetit. Ndërsa, duke parë ditët në vijim, i ftohti do të zgjas edhe pak ditë. Meteorologët parashikojnë mot të kthjellët me temperatura rreth 30 gradë maksimale, por ende në normalen, aqsa temperaturat në vijim mund të arrijnë 33 gradë, duke kaluar për herë të parë pikën e ngrirjes që nga stuhia. Gjithsesi, parashikimi i motit thotë se ka mundësi javët e ardhshme për rrëshje e bore, sidomos në zonat malore të Bregdetit lindor dhe verior, por gradualisht moti do të ngrohet drejt javës së fundit me temperatura mesatare rreth 40 gradë Fahrenheit, pra rreth 7 deri në 8 gradë Celsius. Sipas parashikimeve afatgjate, nga java e fundit e shkurtit mund të ketë rreshje shiu ose bore të lehtë dhe ngrohje relative. Këshillat e autoriteteve janë në fuqi duke bërë thirrje njoorkezëve të vishën trash, të shmangin daljet e panevojshme, të kontrollojnë çdo ditë lajmet për përdorimin e transportit publik me kujdes. Nëse keni simptoma të hipotermisë, kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë, thon autoritetet.
Nga do shihen çdo ditë punëtorë që pastrojnë disa zona, por jo mjaftueshëm aty ku jetojnë. Megjithatë, kryetari i Bashkisë së New Yorkut, zoti Zohran Mamdani, ka premtuar ta mbajë qytetin të pastër dhe në lëvizje normale. Mamdani në një konferencë të fundit tha se moti ekstrem nuk është një dështim personal, por është një përgjegjësi publike. Ai tha se nëse kemi burimet për të vepruar, kemi detyrimin të veprojmë dhe për këtë qëllim po mobilizojmë çdo burim që kemi në dispozicion për të siguruar që banorët e New Yorkut, të cilët për 3 javë ishin potencialisht vdekjeprurse nga të ftohtit ekstrem, në javët në vijim, fal edhe motit të përmirësueshëm dhe punës intensive të punësve, të shkojmë drejt normalizimit. Gjithashtu, do të sigurohemi që të qëndrojmë të hapur dhe transparent në qytetin tonë, ashtu siç kemi bërë gjatë javës së kaluar për një riformatim të administratës së re. Ky dimër ka ardhur si një provë e hershme, tha Mamdani. Megjithatë, meteorologët parashikojnë atë se temperaturat mund të fillojnë të rriten në ditët në vijim dhe njerëzit shpresojnë për një lehtësim. Por për momentin, New Yorku ndihet I varrosur në naku, me turinat dhe shqetësimin, dhe ndërsa ngricat dhe ngadalë lirojnë kontrollin e saj, pyetja mbetet a do të rikuperohet qyteti shpejt, apo ky dimër po ekspozon probleme që do të duhet shumë më tepër kohë për t'u pastruar dhe zgjidhur problemet e qytetarëve. Nga New Yorku për televizionin e shqiptarëve të Amerikës Alb TV USA, Bekir Sina.